Xhaxha e Nip në Elbasan janë arrestuar nga policia pas skemës për vendosjen e tritolit në apartament, me qëllim marrjen e azilit në një nga vendet e BE. Pronari i banesës është identifikuar si Arbër Pepa. Ju rikujtojmë se banorët të lagjes Partizani në qytetin e Elbasanit janë tronditur nga një shpërthim i fuqishëm mbrëmjen e së mërkurës. Një sasi lëndë shpërthyese ishte vendosur në katin e parë të një pallati, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale, jo vetëm pranë banesës ku është vendosur, por edhe tek banesat e tjera të pallatit. Fatmirësisht nuk ka patur persona të lënduar, por kanë mjaftuar pak orë që policia të zbulojë ngjarjen dhe të deklarojë se shpërthimi është sajuar nga vetë pronari i banesës Arbër Pepa, me qëllim që ta përdorte ngjarjen për të kërkuar azil politik në vendet e BE-s. Nga verifikimet ka rezultuar se lënda shpërthyese është vendosur nga nipi i Arbrit, ndërsa ky i fundit së bashku me familjen e tij, bashkëshorten dhe djalin ishin larguar në drejtim të Greqisë. Banorët tregojnë se xhamat e dritareve janë thyer, ndërsa rrëfejnë edhe momentin e ngjarjes. Një fqinje tha se zhurma ishte shumë e fortë dhe se nuk e di arsyen pse ka ndodhur. Dëgjuam një krism shumë të fortë. Tham çau u bë kështu. Kishim frikë të ndiznim dritat. Jam në kat të dytë. Xhamat janë dëmtuar. Këtu poshtë jeton burri me gruan dhe fëmijën, por ikën akşam. E kanë shtëpinë e tyre. Këtu afër jeton e ëma me të vëllain. Neve nuk kemi dëgjuar që të jenë problematik. Nuk e dim se si ndodhi kjo gjë. Një burr teksa tregon dëmet në dritare tha se shpërthimi ju duk si një bombë. Një shpërthim i fuqishëm, xhamat ranë në tokë. Është një i katit të parë se aty ja kanë vendosur qëllimisht. Ishin edhe ekspertët e kriminalistikës. Isha në shtëpi me gruan dhe djalin. U trembëm se ishte e fuqishme si një shpërthim bombe. Një tjetër fqinje thekson se mendoi se kishte plasur ndonjë bombë. Thash se plasi diçka në lagjen tonë. Të tundet shtëpia në atë farfeje, ka rënë tërmet dhe nuk është tundur shtëpia ashtu. Unë thash se mos ka plasur ndonjë bombë, aq u tromba sa s'ka ku shkon. I thash tim shoqi çfarë bëri vaki.